Në Bronx, shkolla shqipe Alba Life feston me madhështi ditën e flamurit, edhe pse një javë më pas 28 nëntorit, nxënësit të shkollës shqipe Alba Life në Bronx e festuan ditën e flamurit me emocion dhe krenari. Për shkak të pushimeve të shkollave publike amerikane, ceremonia u zhvillua të shtunën në bibliotekën e shkollës së mesme Christopher Columbus, ku flamuri kuqezi u valvit me madhështi në njërën nga 7 shkollat apo kështjellat që prej 19 vitesh mbrojnë gjuhën shqipe në New York. Atmosfera festive u krijua nga mësuesit, stafet dhe vullnetarët që kujdesen për dekorin kuqezi dhe përgatitjen e sallës. Prindër, gjysher e nxënës ndoqën me emocion programin artistik, duke mos fshehur lotët kur dëgjonin fëmijët e tyre të këndonin dhe recitonin në gjuhën shqipe. Shkolla Alba Life ka rritur breza nxënësish që sot janë student, profesionistë dhe kthehen me mall për aktivitete kulturore. Një rësi e rëndësishme është mundësia e nxënësve shqiptar të shkollave të mesme në New York të fitojnë 12 kredi kolegji nëse kalojnë testin e gjuhës shqipe, një arritje e madhe për komunitetin. Koncerti u hap nga klasa e mësuese Migena Lelajt me poezi dhe këngë me bubrec alfabeti shqip, më pas grup mosha 8-11 vjeç me mësuese Elena Lubonja interpretoi poezi dhe dramën Lirin e gjeta me sjusht, ndërsa Eliona Shala emocionoi publikun me këngën kushtuar Gjesh Kastriotit. Programi u mbyll nga nxënësit më të rritur të mësuese Erinda Isufaj me recitime për Skënderbeun, Flamurin dhe Adeun, si dhe me vallën e Tropojës, tashmë pjesë e trashëgimisë jo materiale të UNESCO-s, një traditë që Alba Life e kultivon për 19 vitesh në skenat e New York.